Dhe sigurisht që ju ka mëshiruar Zoti xhalla xhelaluhu, përderisa jeni në Ramazan, përderisa jeni në namaz, përderisa jeni në përmendjen e Zotit, Allahu ju ka mëshiruar. Se zakonisht kur e kryen një vepër të mirë, edhe e kryen vetëm një herë, edhe se kryen më, kjo nuk është shenjë e mirë. Pra, e ke mund shejtanin për disa minuta, për një orë, për 2 orë, për 3 ditë, edhe masane s'ke qëndru më. Nërse kur nuk i ndahash një vepër, atëre ke të regoj që Allahu të ka pranu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shumë e mirë për ju, ka thonë, një vepër e vogël që si ndahash asnjëherë. Sa një vepër e madhe e bëj herë se pa më. Ja. Ky Islam nuk është me 2 ditë ose me 3 ditë me 6 muaj. Ky është Islam për gjithë jetën ti është në adhurim. Sonte 2 fjalë për bamirësi. Ndryshe ky muaj ka shumë emra të mirë. Po një nga emrat e tij është edhe muaji i bamirësisë. Bamirësia kupton është të thonë. Por unë do t'i kallësoj për një kuptim se cili është më nevitar, ai që i bëhet ndera apo ai që e bën nderën. Këtë ta dallojmë. Edhe kur mos ta harroni. Edhe asnjëherë kam thonë të hershmit, është më i mirë ai i cili e bën të mirën sepse ka nevojë për atë të mirë, se sa ai që përfiton prej asaj të mirë. Pra, Allahu na ruaj deli personat në rrugë. Me det s'kisha vallaj, s'kam vogla dhe s'kam qatë jam. E kupto? Problemi madh kjo. Allahu që ta kanë zirë për para atë, ta kanë zirë se ti ke nevojë për atë. Vallaj. Një. E dyta, ai nuk e di se çka ke në xhep, po Allahu e di thot dili filanit për para. Sa i ka. Edhe pra në ky muaj, quhet ndryshe edhe muaj bamirësisë. Për shembull ata që kanë mundësinë e zakatit, që ka rezervuar rreth 7 milionë gjys lekë gjatë gjithë vitit, 365 ditë. I takon me nda për i këtyre rreth 180 euro ose 180.000 lekë vjetra në 7 milionë gjys lekë. Pra, ajo që të kërkoni modhe Zot xhel xhelaluhu është si me heqë një fije flokun nga këto lekë. Nga pema me heqë gjethe. Po këto nuk është problemi gjethes. Nuk është problemi ati që ka nevojë, po është problemi atë, sepse ti pastrohesh me atë. Wallahi, ti pastrohesh me atë. Edhe Allahu xhel xhelaluhu e ka shënuar zakatin, dhënien, pra bëmjen mirë të tjerëve bazë me namazin. Të dyja namaz, të dyja fliten bashkë. Kur namaz edhe zakat. Pra, ati që të pranë ka pjesë, jep një pjesë prej kësaj. Pjesa është shumë e vogël. Çfarë ndodh me këtë pjesë që jepet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur tini atë në dynjë, zeni njerëz shok, miq që ti keni në ahiret, po që kanë kredite të mëdha, tha atje, ke Allahu. Kanë pozita të larta dhe ka Allahu. Kush janë jo Rasulullah, thon? Ata që ju keni ba mirë në dynjë, do të shkojnë para jush aty në xhenet. Por interesant se nuk hynë në xhenet. Pse? O Allah, ne i duam ata që në kanë ba mirë në dynjë. Nësë hynë pa i morë dhe ata me vete, që të vinë dhe ata sepse në kanë mafë, në kanë vesh, në kanë zetë apetin kër jemi falë këtu, e kanë pastru, e kanë rrugullu, me ushqime, me plaçka, qas kanë bo për ne ata. Për ne, i du me dhe ata që atje në dynjë në kanë bo shumë mirë. Allah, për Zotin kjo, atje do të kushtoj shumë shtërit.
Këtu mund të jetë një gjë shumë e vogël për secilin prej nesh. Edhe normalisht nuk i kushton asgjë. Krejt